Dhe kush paguante? Kastrioti më. Kanë thonë për plazh se jam keq me tiroidet, me gjonat. I dhash fillimisht 200.000 lekë, ja dhash te dyqani motrës vet. E iku dhe kjo, i iku në plazh, më shkrujti direkt tha, më duhen ca lekë se kam ngel pa lekë, i çova 150 euro. Kaq kom për momentin, po deshet i çoj këto. Ja çova direkt. Mbas 2 ditësh më shkrujti që jam në hall, jam zi me vllajën, du më u kthy në Tiranë patjetër. Kur detyrova i çova edhe 200.000 lekë tjera. 550.000 lekë. Nuk është investim i keq për ca ditë plazh. Për dashurinë e jetës, kuptohet. Por pas kësaj verbërie që zgjati disa muaj dhe miliona lekë të shpenzuara, një ditë të bukur, flutura dolën nga stomaku dhe Kastrioti nisi të bënte disa llogari. Që natyrisht nuk i dilnin. Nuk po i besosha më, po më dilshin edhe shumë meshkuj përpara, i kërkova takim për sqarim. Nuk i kërkova lekët fillimisht, i thash, do të takohem me ty në pranit babës dhe vllajt tat. T'ja shpjegoj se çka ka ndodhur mes nesh. Në këtë pikë filloi të acarohet, duke bë telefonata, merrte me numër privat, thoshte hajde ke dyqani se ta tregoj unë. Më ka kërcënuar, më ka thonë, a e njeh ti kush është Genc mere. Emri që përmendet nga vajza është një drejtues i lartë i policisë së shtetit, i cili me sa duket pa dijenin e tij, po përdoret si armë për t'i bërë presion Kastriotit. Mas 1 orë, 2 orë mori person tjetër, një djalë po me numër privat. Nga mënyra si foli, po më prezantoi sigurisht e policë. Sa mas dite më morin telefoni person, filloi duke më kërcënu me jetën. Do të vi aty, do të pres, do të bëj, do të vras, do të varr me kokë poshtë. Ishte edhe ajo e prezente aty, se janë i gjova zonin, se e pyeste ky se ku e ka shtëpinë ky, ajo po i jepte adresën tjetër.